Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko dhe si gjithmonë për te kamerave kena dhe Elvisin. Sonde për ju të dashur shikues, kena këtu në Oda Podcast një artiste e cila jeton në diasporën e Michiganit, një artiste që ka një karrierë të gjatë, Elisa Arifi, dhe për më gjatë do t'ju diftojmë se si Elisa ka prek disa pjesë të artit që jashtë kush mundet me i ba me realizu. Pra dhe një herë për ju, Elisa Arifi, artistja jon, e cila jeton në shtetin e Michiganit, në shtetin e Bashkuar të Amerikës. Mirë se erdhen në Oda Podcast. Mirë si ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Mirë se erdhe Elisa. Elisën se Marko harroj me prezentu e kena vajzë Kosovët. Një vajzë me talent. Nuk harrova, po kam qef me Malamu, në gjithmonë. Ja lojmë pak gjithë se cilit, por Elisa mirë se erdhe edhe në emrin tem, edhe në emrin të tonë grupit të Oda Podcast. Faleminderit shumë. Që të kena këtu me ne sot, edhe me da pak se di që janë shumë gjana, po pak prej tana fushave që ti ke qef për me mi thonë publikut. Kush është Elisa? Në radhë parë kënaqësia është e imja. Elisa është një vajzë që është lindë edhe rritë në Kosovë. Në moshën 19 vjeçare kam dalë me jetu këtu në Michigan, kurse kam vazhdu karrierën, jam edhe nane të fëmijëve, edhe kështu. Tjetra është history, right? Po ja u la juve më shumë. Elisa na gjithmonë këtu në Odën tonë krenona me diasporën e Michiganit, me të Amerikës, sepse Michigani, si që kena thonë, është i përbam me shqiptarë nga tana troje shqiptare dhe me profesionet në ryshme. Në këtë rast i një artiste e cila nuk je e pa njoftën për publikun, sepse je në publik për vite me radhë, ke shumë videoklipe të sukseshme në YouTube, plus asaj ke edhe intervista në për kanale shumë serioze dhe shumë të sukseshme në Shqipëni dhe në Kosovë, dhe kanë klikime të pafundme, por mendoj si publiku jonë kishte pas që me ditë nërsa dhe fije ma shumë për Elisën, një pyetje kisha unë me Enis ti kënon dhe kënon shumë bukur. Faleminderit shumë. Ne të rego pak publikut se kur ke nis me kënon dhe si nisi pasione jetë për këngën. Okej, unë kam fillu qysh fëmijë shumë e vogël, e majnë men, e kam ditë që e gjoj vetën skenë, e kam ditë se jam e sigurt kur unë performoj para një publikut, e një vetën sikur që ajo është veni jam. Kështu që performanca e parë për mu kanë kur jam në klasën e dytë. Po, për festat shkollës, edhe prej atij momenti gjithmonë su majt asnjë fest, asnjë gjë pa kon unë e para në rend. Jo se unë kam dasht, por ashtu ma kanë kërku shkolla, shoqëria, dhe më shtyshin me zërë, më thajshin nuk ki qare pa dalë. Dhe kështu që... Do e kanë pas një arsye, se nuk dzerin më të keqin, dzerin më të përgjësi. Faleminderit shumë, pa ato e kanë gjiku ata, unë e kam dhënë maksimumin tem, edhe gjithmonë e kam gjetë vetën si fëmijë vogël, e kam gjetë vetën shumë comfortable me kanë pjesë që asaj, performance, shka do që është kanë, au kanë drama, au kanë performance kishës, apo au kanë performance shkollës, pa marrë parasysh, gjithmonë e kam gjetë vetën të lumtur me kanë aktive si artiste. Po. Kisha lezet në fakt se kur po diskutoshim më përpara, vjen për një familje të madhe, Po. 10 motra edhe vëllezën, edhe më tha që kam kenë malla stum, jam ka maj baba në shpadha. Këte janë ata emocionet e para që njëri i shprej, po si duket baba të kalla stu një shumë sa ta kalon edhe zonin e bukur edhe mandaj në nke hecë në karrierë. Po, baba gjithmonë e ka pas frikë unë me kanë këngëtare,
gjithmonë më ka thonë duhesh më bë avokate. Shko më bë avokate patjetër. Shqiptar gjithmonë avokat, doktor. Po driti pas shpirti u prejt në pace. Gjithmonë më ka shtyë dhe më thejke e ka pas shprehime thonë mër bab zeza, po a din sa është këngëtare, është shumë rrezik, është kështu e unë i thajsha jo, unë e kam e konë këngëtare edhe më thejke si është e mundshme ti prej 10 fëmijëve me ma kthy fjalën mu kështu. Ka vogla për një. Edhe po të kam gjatë ty për bab. Po prap kështu kur fitojsha kupa ose kur kisha performanca më të mëdha ose diçka ma e veçantë, baba gjithmonë u mburr me mu. Edhe e gjajsha mas shpinës teme ti thon njerëzve. Vajza jame ka dalë në televizor, ka dalë në gazeta, thajsha në ti që s'kelan. Po, është murrit me një familje të madhe, me 6 vllazër edhe 4 motra, është një kënaqësi shumë e madhe, se mëson njeri si mu sill, si me dash, si me kanë ma thjeshtësinë mëson shërben shumë për jetë, me një fjalë është mrekulli, edhe gjona që unë i kam përjetu si fëmijë, edhe si jam rrit me çfarë kulture, me krejt ato, mu sot do më shërbejnë me ka një nanë mirë për shembull, është shumë kënaqësi për mu. Lisa, ti the që kjo në moshën 19 vjeçare në Amerikë. 2 muaj pa i mush 20. Edhe është një moshë shumë e re, ka herë rinia ku vinë atë mosh edhe hupin pak atë ndoshta tradite nga që vinë, sepse jeta amerikane është shumë e shpejt, shumë e fuqishme dhe që të hek mrand. Por me sa të njohim dhe me çka kena pa në rrjetet sociale, ti je shumë e lidhur me komplet shqiptarizmin, po dhe me Kosovën. Vazhdon dhe ki kënu gjithmonë këngën shqipe, por në të njëjtën kohë të pas parasysh se ke hi edhe në jetën amerikane, ke edhe disa këngë anglisht. Po. Ka mundësi me na disuj fije pak a shumë se çfarë ndryshimet ose si hine nga kënga amerikane, sepse është i fije më ndryshe me këngën shqiptare. Po, është e vërtet. Po kur je artiste edhe ki edhe shumë menimet njerëzve që ti dojnë zemra rreth teje, edhe tash dojnë menimet thojnë, kur po këna në anglisht pe ki theksin shumë amel, po të shkon shumë, edhe kam pas edhe shoqëni shumë amerikane këtu, edhe jetoj këtu edhe thash hajt se do këngë nuk për muzikë për me pas në hall repertorin. Ki pas sukses me ata këngë, ki pas, a? Po ka jetë bukur si mirë edhe kam pas disa performanca që më është dasht me pas këngë anglisht edhe jam shumë e gëzume që e kam bërë atë punë. Po shumë ma shumë e gjoj veten ma tërhaqme, shumë ma shumë me, of course, me muzikë shqip. Ajo kuptohet. Gjithmonë. Në gjë një vajzë s'diskutohet, një vajzë e kompletume sepse nuk ke vetëm muzikën. Ke prek, unë gjithmonë thamë artisti, kur është prejman artist, mundet me bëj çdo gjë. Patjetër. Edhe ajo ishte ndër fjalitë, veç më difsa se di me e bë edhe këtë. Karakteristike e vajzave shqiptare, femnes shqiptare që mundet me bëj çdo gjë, edhe me luftu për çdo gjë, po tjetër përveç këngës. Kush janë ata talentet e lezetshme që publiku jon duhet me ditë se çfarë bën Liza në bizneset e vogla. Po patjetër. Mas ja prej fjalën. S'du m'ja prej fjalën, se ti bane shumë mirë, po mënyra se si unë e prezentova Elisën, e prezentova si artiste, jo si këngëtare. Ki drejt? Sepse e meriton, sepse Elisa nuk është vetëm këngëtare, por ka disa profesione tjera në fushën e artit. Të shti, ti mund të më përgjigjë. So më përgjithësi, po, si artiste, une i preferoj shumë gjona, një ndër to është edhe si një lloj biznesi që e kam anash, preferoj, e kam një grup vajzav që ne merrem me flokë dhe grim, edhe kështu që njëtë përditshme edhe ato e baj, acting,
aktore, edhe ato muaj, edhe me përgatit ushqim, edhe shumë gjona tjera. Në gjë, Mirë po. Shikusit tanë nuk e din ata që kena fol, po kja vajza, bate, tite, bukalamoqe, që na ka premtu që ka me na pru herën tjetër se sa na pruni, veç herën tjetër, kur qtrona këto, ke marrë me fje bukalamoqe, se Marko tha, ma kanë tha bukën kalamoqe, ma mirë tha me mlan tha i fje bukalamoqe, se sa i biftek. Kështu që duhet me na pru i fje, o pite qatë dush zgjeldi qave që i pjat shqiptarshe. Sidomos për e bajnë Kosovë. Sepse kuzhina e Kosovës për mua është kuzhinë shumë speciale, mënyra se si kosovarët bajnë fli, pite, brek, suxhuk dhe bukën kalamoqe, unë e kam shumë për zemër. Përgjithësi e kena është e vërtet. Edhe këtu Elisa më mërmejnë në shpi, përmërshis e kena shumë kuzhinë të madhe të në Amerikë, se kena italiane, franceze, kineze, indiane, prap shkojmë të... Baza kuzhinës tonë, është shqiptare, me sigurie. Exactly, yes. Pa tjetër. Elisa tha unë i baj detanave, që veç sushi dhe mas më kërkat, atjera ta detanave. Halo nuk jam specializu në që ato, ama vajza për ma kërkon non-stop. Edhe atë e bëna? Unë jo, shpresoj i shkollan të ardhmen. E ban shteti. Ose fjallojna Marko, ta përgatit. Edhe Marko në kena kuzhinjer të mirë. A na kallëzën sekretin të lutëm? Po, unë di 2-3 lloj kuzhinash, më se kam punu dhe punoj. Italiane, greke dhe amerikane. Po, jo, ka mund të që s'ja o kale ju, po kena me provu. Kena me bën një konkurs kuzhinet. Japoneze, kështu s'marrë vërsteq. Okej, a më premton diçka publikisht? Një ditë kena me përgatit ushqim me publikun, edhe kena me bogora. Kush me përgatit ma mirë? Promise? Në pëlqen ai challenge. Se kam fejtë se ma kaloni e dyja. Ja, po. Ishim i ditu pi kafe, edhe ra muhabeti tha kam baj sup, edhe i tha shune si e bane, e di marë, po ti tha përse më pyte si e bane, që se dim. That's so funny. Që është knëci se Marko në kena mjeshtër kuzhinet, por 1-2 gjana i dina dhe në si femna. Po ju dini, i bini telefonit, DoorDash, mi vëjtë e shpia kërpuna. Na i të shafol me bëjmë pite. Unë e Manjola kena fillu edhe groceries online, na binte dira. Oh, that's so true, that's 100% true. Baba mos më ishë një që arini tonë ditën të bëhë, ja shumë e vërtet, sepse kena fillu me pritu me shku në për dyqane, ma mirë na binte dera. Ushimin, ma ne e përgatisim të në shpi. Pa tjetër. Kisha dhe një diqa tjetër për publikon që të dëftëm i fije, për ata që nuk e din, jo vetëm që e keme qef acting, po ke marrë pjesë me sa dion dhe sa projekte këto. Po. Si pjesë një projektit me acting. A ka mundësi me në diftu për publikon? Pa tjetër. Unë e kam pas shumë oferta para 3 vitëv, mrena vitit më janë ofru shumë oferta të fillu prej filma nga Zvicra, këtu në Amerikë, edhe ka pas shumë ofertat më dhaja, edhe janë konë rolet ma kryesore, edhe u konë përgjësi shumë e madhe. Po, unë e muzikën e kam pas primare, edhe... I e fokusu më shumë. Of course, edhe fëmija e kështu gjona jeta përditshme, e ka bo dhe të vetën, ama aktrimin e du shumë, edhe e gjaj vetën shumë mirë në aktrim, sikur muzikën, njajt, nuk di mi nda. Mirë po... Në gjë, nuk e di a ke marrë vesh se producenti Jon Elvisi, bashkë me Markon, janë të përgatit një film. Kam dëgju. Kështu që nuk e di, ndoshta të vjen edhe në një ofertë të Primi Qiganit. Tështi, në podcast, në nuk munda me tiftu gjithja. Nashta, po, nuk kena me tiftu, nashta kena dhe sekrete, nashta. Nuk do në me tiftu gjithja. Do në me da për kjo ishte sa me ti si fjesë, që jetë me një të smu pak. A më si edhe ti, pjesë e filmit. Po, pa mas me marrë mu Marko në filmën e... Krejtrasisht. Ja, marrë prej dhe zëtë. Por, Elisa, kush janë planet e tuja
se të shjena edhe në sezon verët, nuk e di a ke planin për më shku në Shqipni, në Kosovë, në Malsi, a ke më marrë me muzikën, a ke më marrë me filmin, a ke në një plan për verën? Unë kam plane që kam planifiku para një viti, edhe kam projekte se jam të punu në projekte, edhe jam të punu jashtë masë shumë, derisa I kam bloku edhe krejt pushimet, edhe kam thonë jo, pun. S'ke me ba pushime si mjetë? Pun aty ku të muj me hik kaj herë, pa hiri, po jo shumë. A I do shku a I do këthy mrapa, dhe më thanë vendinje, apo jo? Vetëm nëse shkoj për punë, më varet krejt për projektit, më varet prej planit se qysh ka mu ba, teksi, ama... Pa mundën e me di se që është projekti, apo? Sigurisht, pak kena pak surpriza, kena pak muzike, pak cooking, pak aty, pak këtu. Do me na lanë për herën tjetër atëherë? Pa tjetër. Unë veç kur vi ju të regoj projektin e hapur, mas miri që është. As ka më bukur, po një gjë, du me na premtu që nuk keme e thonë kërkun tjetër, të ne keme e thonë të parin. I promise. Pinky promise. Po, të shi, unë kisha ta shumë me ditë diqa tjetër, unë kisha ta shumë me ditë, po koha është e limitume, edhe në gjithë program. Ti vjen nga Kosova, dhe Kosova është shumë e pasën nga ana muzikës, si në muzikën popullore, si në muzikën folklorike, muzikën e lehtë, por edhe në pop. Po. Unë me sa kam njekë në për YouTube, ti kënon muzikë edhe të lehtë, edhe pop. Por, me që kam atin dy jenë dheme, të pëlqen shumë edhe popullore. Po popullore pa tjetër, gjithmonë e gjoj veten, edhe... A kene projekt me nej gjanë kështu popullore? Po, me popullore jam të fokusu ma shumë kohëve të fundit, edhe posaçërisht se jam të punu ma shumë me folklorike, edhe mosha ban pak të vetën, si kur je... me emocione, kur je pak ma rejki, pak ma shumë nerva, pop music, ato këto, po kur e mush një mosh, edhe e gjon vetën ma klasike, ma jetë ma të kadalshme pak. Në gjë, të shna me thonë, të shna ke longujen. Me ta më një më dukë si thënë këta fëmi si me ata me kohën e dinosaurëve, por ti me vajzë në përgjithësi këta komplimente I banë Marku, por sot po jam marrun rallën Marku, ti një vajzë super e bukur, nuk e di si dukesh në për kamera, po kështu je yll e bukur, s'ke mosh sepse je ala e njom, kështu që ke edhe shumë kohë për me thanë kur vjen një mosh. Edhe ti je rësh. Marku, ti e ke drejtë, se unë bëj komplimente. A ti dojna komplimente dhe Market. Mashallah. Jo, unë dhe se me thanë këtë, se unë për me të komplimenta, njëzë edhe I nëpë të sinqerta. Po. Edhe... A I ki dhonë Manjolës? Manjolës, Po, lene ma. No, e kam fjallën se ty nuk t'i lash këto në episod të njëzu, po t'i lash për para. Pa tjetër, e pranoj, pa tjetër. T'i lash për para. Faleminderit shumë. Nuk të komplimenta. Ja, ashtu është. Bile, dhe ishta më shtu diqë tjetër, që unë gjithmonë e vlerësoj. Jo, pse vlerësojnë, po është një e vërtet. Bukurin e femnës shqiptare. Bukuria e femnës shqiptare nuk është vetëm një bukuri, është më tepër hyjnore, është e veçantë shumë e vërtet. Nga shumë raca tjera, është e veçantë nga për mendimin tim nga tana kombe tjera. Bukuria e femnës shqiptare është si dikur ata historitë e vjetër që janë kënë praneshat, ata zotat. Edhe unë mendoj ashtu. Pranirë që janë kënë dikur femna. Po. Gjithmonë e me kam menduar gjë, sinqerisht, se kanë disa karakteristika në fytyrë, në sy, në vedha. Unë mendoj që bukuria vjen për brenda. Edhe na kena një kulturë në përgjithësi, kultura jonë. Unë e shoh nga jashtë herë, mandej. Po, e kuptoj. Bukuria vërtet vjen prej zemrës. Po, prej zemrës. Vjen një zemër e bukur, ka dhe një fytyrë. Me manjolën po flasë. Gjinia mashkullore shohim bukurinë në
kisha. Po një zemër e bukur i shkëlqen syt kështu si shkëlqen ti. Edhe ty zemër, edhe posaçërisht na e kena një kulturë që jena rrit me shumë elemente të mira. E kena rrit Për familjeve të shnetshme. Për familje shnetshme, me kanë gjithmonë e respektueshme, e dashme, e kulturume. Këto gjëra reflektojnë edhe në bukurinë e jashtme, ma merr mendja mua. Absolutisht. Kështu që edhe këtë që theti është shumë e vërtet, po unë kam qef me baka herë edhe lojna. Ngacmojmë. Kur thet që vajza shqiptare, fena shqiptare ose bukuria nis për mrena e herë. Po. Jo vetëm ajo, Elisa, por mendoj që fena shqiptare është edhe shumë inteligjente. Shumë, po. Edhe aja e bën fenën shqiptare të kompletume. Është vërtet. Jena të forta shumë. Bukurin, mund ta falë Zoti. Exactly, po. Mund të më lejë bukur. Po. A di? Kurse bukurin tjetër të inteligjencës dhe asaj përmbrenda e ndërton. Që e kompleton. Absolutisht. Fena shqiptare, për mendimin tim, e kanë arritat edhe duhet me kanë krenar të dhonë në Na kena pas fatin sepse njena më e bukur se tjetra e njeni më i mirë se tjetri. Sidomos çdo gjenerat. Çdo gjenerat kena tu përmisu, edhe unë mendoj ashtu. Jena primën edhe meshkujt, është jo vetëm fena, edhe meshkujt, son Marko, njena më e bukur se tjetra, edhe njeni më i mirë se tjetri. Unë më e bukur se gjyshi. Ashtu është. Jo, kena nisur përmisu i vije. Po, por djalin e ke më të bukur se veti. Po, të përmisu gjithmonë. Por, Elisa, pa me në iknu 2 vargje, që ishte bë? E kam zarën e grithun pak, po kisha... Që dush? 2 vargje të vogla. Këtë dush, një këngë, si me kënë të kënu vetëm në shpi. Kur jetu bë punë të shpis. Ose ti të bë të hullu byrek. Unë që sem këngëtar, edhe në kënoj. Në shpi, në për shpi kënë një. Po kënë ndush, sa aty njëri i lirë nuk një në kush. Më ka pëlqy njëna që tha, ndush jam ba këngëtare dhe, një dhe kam marrë që jam këngëtare. Kështu që, Marko, në përgjithësi, në kënën ka 2 vargje. Rren edhe në kënën 2 vargje. Kam pas që bile, a kanë shumë rrezik për mu, që s'kom dhe këngëtar. Nuk o vonë. Ja, vonë. Ja, bukur të tojza, vonë së shkur. Vonë së është. Unë mund me marrë pjesë në videoklip, ose me pas zonin e 2, por e kam shumë vështirë me këngëtar. Ja, po kisha dashur, me thënë, edhe po t'isha këngëtar, do kisha punuar vetëm këngë folklorike. Folklorike. Ti s'ke. Do ta punojmë një duet? Për me? Folklorike, të lutëm. Pinky Promise, më nëjna. Pinky Promise. So many Pinky Promise. Ti për mall se kena të në recorded, e? Të janë të në recorded, kështu që Marku për një të, asisën së shkruni to. Me shpremtimet. Problem, Rova. Mos e shkruj, Mark, lutëm. Shprenim me da premtimet, kështu që ki kujdes me premtimet. Jo, se kishën, ama japë mund se shtë që a thëm duhet 1 minutë veç. E mojnë menën, e mojnë menën. Po vaj hegare, veç urna. So unë e moj fjallin, mëre jam vajz e moj fjallin. Vajza shqiptare. Exactly. Elisa, e prejke parë, the parë që merresh ke një grup vajzash, një biznes tonin, edhe merresh me esthetician. Po. Esthetician, për ata që edhe unë që nuk jam fakt e ditën, dhe më me estetik, dhe më marrësh me make-upin, me flok, me fytyrën, me ata. Kisha një pyetje për shkakun, këtë grupin e vajzave që ke edhe shqiptare që punojnë me ty apo i ke tana amerikane? I kam përzi me gjitha kulturët dhe gjitha qendrat, ma shumë unë punoj me partnerën teme që është nga Kalifornia, ajo jeton atje, nuk është shqiptare, mirë po është specializuar në këtë biznes, edhe për ndryshe neve punojmë me hairstyle, e bëjmë stilin e flokëve, tu fillu prej nusev, VIP, e kështu me radh, edhe full face makeup, so... Treatments ty, apo vetëm këto? Facials, po. Facials, po? Po. Po ma shumë për kujdesem për përgatitjen e partit, kështu me radh. E di e kam pa një vajzë që e kishe bë yll të bukur
Pa ja u kon yll. Faleminderit. Po, me që po na tregon se çfarë bëjmë, ti na diftoj me që janë Michigan, ku e ke biznesin tënd, çfarë qyteti, çfarë vendi, se ndoshta do në marr dhe na dikush. Unë jam më shumë freelance, unë udhtoj dhe jashtë Michiganit. Po, kuptoj. Për ndryshe vitin e kalum më kanë buk në Londër, në Kosovë, New York, pa tjetër, po. Për ata dhe I kam qka për derë me gjithë. Unë e kam nija shumë e rëndësishme kjo gjanë, sidomos shumë për vajzën? Për femra shumë e rëndësishme. Po, a na burrë dhe na më rëndësi, blemi sapun aty, po hajna hajke me punë. Ty muj me të rekomandu gjana, gjellin e flokëve, disa sekrete, edhe për gjinin mashkullore. Edhe ju duhi mu dok bukur, it's only fair. Po, mu duk I fije për smare se. Një gjë, jena, si tha dhe Marko, ratë se bukur edhe meshkujt edhe femnat, edhe ka ardhur një kohë kur është mundësia për mu majt, si femnat si meshkujt, edhe gjyna mos me pas I fije treatments, Mark. Elisa, ti ke një form trupit, se dhe më thanë bukurin ta ka fali madhi zotë dhe nana e baba, por si e mon këto linja kaq të lezetshme, kaq perfekte, me këtë freski, me këtë shkëlqim fytyret. Qa është dhe kush është sekreti? Faleminderit shumë. Tash më rritë menën shumë. Jo. Janë vërteta. Tash unë s'di me ujë kujt ma. Janë vërteta. Po baj hajgare. Pak jam kon me fat, I kam pas gjenet e mira, numër 1, se s'po kam qef edhe me folja, baj këta, baj ato. Jam me fat që I kam gjenet e mira. Krejt vllazit e mi e motrat në përgjithësi I kanë musla natural, janë built ma natural. Kështu që, kur I mbush 30 vjet e ma lartë, trupit ndryshan, ose kur bëhesh nan, trupit ndryshan. Për ndryshe, une ma shumë nuk ashtë se nuk ha, edhe ha shumë gjana, mirë po, kur e shoh se kanë hyp 5 ponta, është koha pak gojes ma ka pak. Atëherë, ha pak ma pak, edhe krejt me balancu. Krejt për balans. Duhesh me ditë. Nuk kanë shumë fast food, Jo, fast food, jo soda, jo candies. Unë ma shumë jam e dhënë me në bukë edhe në djath, tipik shqiptar. Që ajo është ma zejza me hunger, buka. Jo, kur s'han amelcina, dhe amelcina është ma keqe, ajo. Po, amelcina. Edhe fitness, jam e dhënë me shumë mas fitnessit, për ndryshe cardio, I shumë baj cardio, është biciklet, apo është treadmill, apo pa tjetër, nëse ha për shembull shumë sod, edhe I shikoj kalorit. Nëse kam hunger 1000 kalori, atëherë nesër shkojnë bicikull 2 orë, ku ta di, derisa ti sa kalori han diti, vajz, këtë sa për kuriozitet, se 1000 kalori, kur I merr njeri me I kafe. Po më varet tash si, kur du për mi ullë që ato 5 punta, jam shumë strict. Nuk ha 2 herë në ditë, për shembull një salat, një gjëks pule, edhe e balancoj. Kështu që kur ta shoh si jam zvoglua pet, atëherë prap filloj me jetu jetën. Po ma shumë e la kur shkoj në pushime, I enjoy myself. Nuk e këshyri, po kështu për ditëshmëri duhesh pak. Se këto edhe ushqimi më duket në Amerikë si kur taj. Është vërtet. Ushqimi në Amerikë është komplet ndryshe me ushqimin në Evropë. Me hormone, është pak ma ndryshe, po. Me pesticide, me këta që I hallin nëpër. Jo, për shembull kam pa kur shkoj në Evropë, që jam me pushime dhe nuk ajesh absolut. Po, nuk shnoshesh, domethënë, në fakt do psohem. Po. Një kuriozitet I tesh që kanë holl, niva në televizor, është kampionati I futbollit botnori. Norvegjia kishte pru tana ushqimet në vedi. Për Norvegjia. U habita. Sepse nuk doshin që sportistat të hashin ushqimin amerikan, sepse njihet ushqimin amerikan si gjoja me pesticide, me kimike, me këta gjëra që bën. Ishte shumë interesant. Shumë mirë. Unë kisha me bë një pyetje, e kam bërë një artisti tjetër, kam qenë me të bërë aty, Elisa, për inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale është I prek edhe artin. Pra, jo vetëm ata që I bën për qef, me muzike, me tekste, me... Shumë e vërtet. Po janë disa artista, ose disa që quajnë veten artista, që janë të përdor inteligjencën artificiale, që gjoja
të rrisin nivelin e tyne. Si mendoni ju, kjo inteligjencë artificiale do e damtoj një artist apo do t'ja ngrit nivelin e tij? Si mendoni? Definitivisht për menimin tem ka dam në drejtim, e sidomos për producentët edhe më shumë. Po. Kështu që unë për veten time, unë muj me dallu kur është e punume me inteligjencë artificiale. Është e dukshme, dallohet. Po për shumicën e njerëzve tingëllon bukur edhe artisti dëmtohet edhe ajo është e tëra. Po do me thonë që aty je dakord që inteligjenca artificiale do e damtoj artin, ma shumë se do ndihmoj. Sepse njeriu Po një farë lloj mënyre po. Sepse unë për shembull, na që jena njerë që jena spektatori, na kena qenë me një Elizën për shembull ose me njërin teknu origjinale. Shumë e vërtet. Edhe në fakt me inteligencë artificiale. Exactly. Në fakt djali jam 14 vjet i ka edhe e ka cek, faleminderit shumë, e ka cek që gjo para një jave. Më ka thonë mami, muzika që u kanë për para, saj më një kanë rock music. Po. Edhe lun instrumente e gjona sene. Po më tha mami, tha qëto inteligencë artificiale shka të bo, tha it's a joke. Djali jam po. Kështu që se ai e din që është në rrogën e artistit. Po. Jo, arsyeja pse e thash këtë është se na që jena spektator ose na që jena dëgjues të muzikës së artit, jena të pas sa se hi me gjetë diçka në YouTube për shembull, mu me pëlqen disa këngë që janë t'i bë njerëzit për qef. Po. Me tekstet e veta, po kur hi shoh disa artista që e marrin vedin, si në Shqipëni, si në Kosovë, si në Maqedoni, si në Malzi, e marrin vedin gjëra se është këngëtar, edhe është këngëtar, por e përzin me inteligjencën artificiale për me rrit vedin, mu duk se këtan ma bukur dhe. Po dallohet ajo. Po dallohet. Por që mu ma hub si dëgjues, ma hub interesimin komplet ma dhena të këngë. Pra dhena unë shpresoj dhe uroj që një ditë të artistat ta kuptojnë se inteligjenca artificiale do e damtoj ma shumë se do i... Çdo gjë duhet të jetë origjinale edhe timeless, ajo e ka vlerën e vet. Kena shumë këngë që janë për shembull Nexhmije Pagarusha. E pavdekshme. Këngë që do knohen brez mas brezi, edhe nuk kanë krahasum. Janë unike. Kanë mesin e vesh, ndoshta është edhe ja, që këto arti vërtet me të vesh. Këtë ndoshta e shijon një muzikë që është bërë me ai për momentin, po jo se të regjistrohet në krye dhe thu, ta knej edhe herët ka. Po. Nërsa arti priman. Une jeni ke hedhi disa këngë të vjetra të Kosovave, Muharrem Qena, Jusuf Gërvala, janë të viteve 70. Dhe të thamë sinqerisht, as inteligjenca artificiale nuk mundet me avit atyne kaq melodios, kaq kompozime bëra kanë bërë. Pra që uroj që gjithë artista shqiptar, këtë që janë, ta përdorin inteligjenca artificiale minimu. Po jo me lloj mase, me një lloj mase. Po jo, si me thanë, me emulu komplet artistin, sepse më marrmaja dhe të dëmtojnë. Pa tjetër, edhe unë jam ti menimi. Po. Arti me të art. Ashtu është. Elisa, dhe më thonë, këtë verës dhe me bë pushime heqtje? Nashta pushime shumë shkurtra. Për 2 ditore, 3 ditore. Edhe ma shumë... Vetëm punë? Me punë, po. Ma shumë me punë, për mes punës, pak edhe qef. Po, kështu për shembull me muzikën, a je pjesëtare e muzikës në për dasma, në për mbledhjet familjare, në për ahenget që bëhen familjare? Po, vitin e kalum kam pas shumë ftesa, po ma shumë nuk jam marrë dhe qash shumë, po tash jam të punu rreth që ati drejtimi edhe kismet. Kena me konë ma aktive. Kena shumë projekte ndërë, po, kena me konë ma aktive, po, pa tjetër. Po përveç punës, dhe më thanë, ja punës, po punës që banë, edhe këngës, qa është ditë që atjetë që ke hobi që banë gjatë ditës? Si e njës ditën e disa? Une, ditën e filloj shumë heret, edhe preferaj me shku me flejt shumë heret, si plokat. Une të paktën 7 orë duhet me bëgjëm. Plokat si ti flen heret? Po, I think, me ma mërmenja. 7 orë mu më lypën gjëm,
njërë me mujt me funksionu, se filloj ditën me fitness. Unë edhe djali jam zgjohem 4:30 mëngjes. 4:30. Wow. Bëjmë ushtrime edhe hardcore. Edhe jo për çdo ditë, mirë po shumicën e kohës. Unë preferoj me fillu ditën me exercise edhe nuk lodhesh, nuk një lodhje, je shumë e shnetshme, je shumë aktive, edhe psiqikisht, edhe koha, edhe krejt, çdo gjatë të hec ma mirë. Edhe unë filloj ditën me fitness, filloj ditën e thiri vetën Uber, taxi driver, se gjithmonë jam makinë, lëshma vajzën, lëshma djalin, bane këto. Mirë po, ashtu e filloj ditën, edhe mirë na atëherë preferoj me përgatit ushqim shumë. Kam qef me mësu fëmin tem, mu rrit me kulturë që jam rritën. Kështu që ajo u konë primarja për mu, jo me ble ushqim, mja qit në tavullin, mirë po, une me përgatit për durvet mija. Edhe ja kam arrit shumë mirë se si nana shqiptare. sikur unë e gjoj veten identik të sill sikur baba nana jam, në atë kohë me mu, unë sillna me fëmin tem. Bravo. Pa dash me ba, vetëm më vjen natyral. Edhe jam shumë e gëzume se la veprën e prindit tem me vdek. Kur? Bravo. Me majtra ditën brez mas brez. Ajo mu mban personin ma të lumtur në botë. Sepse Elisa na përmendim sa unë Manjola, e Gjana, edhe me Elvisin kur rrim. Nena me fat këtu në Michigan, Po. sepse edhe brezi jot i rrit fëmijët me traditën shqiptare, me Patjetër. këngën shqiptare, Po. me ushqimin shqiptare, me veshjen shqiptare, dhe kjo ka me e bon që diaspora e Michiganit dhe diaspora e Amerikës të jetoj sa më gjatë. Absolutely. Sepse kur janë hapin brez mas brezit, ata kanë me ja kalu fëmijët vetë. Patjetër. Po. Dhe kja është ajo që në gjithmonë e thëjmë për emigrantët, ku do të qenë për botë, sepse emigrantët janë pjesa më rëndësishme e kombit shqiptar. Absolutely. Janë zhjumtyra më e rëndësishme e trupit ton, si shqiptar, dhe uroj që edhe brezat tjerë të vazhdojnë atë që bëjmë na dhe atë që bëni ju. Dhe kisha dash personalisht me të përgëzu për që the, sepse është merit e madhe me disë Ameriket, një nanë e re, të edukoj fëmijët me traditën shqiptare, me këngën shqiptare, me gjuhën shqiptare dhe me ushqimin shqiptare pse ja. Faleminderit shumë. Faleminderit. Unë mundona. Jo, po, unë kisha thënë që në Amerikë është edhe ma e fort, sepse ke lezet një vajzë që ke ardhë në një moshë shumë të re, ashtu si kena ardhë na, por ma shumë flasin anglisht në për emisione kur i ndhim në për në Shqipni, se sa në që kena shumë e shumë vite, edhe shumë e shumë arsyna, sepse në hambuk me anglisht, por ama e kena e flasim, je një vajzë që e flet, pa asnjë me thonë, si i thojnë kësaj, ose si i thojnë asaj, sepse e përdorim Shqipen, e flasim Shqipen, ja kalon fëmijëve, man traditat, man zakonet e nanës dhe të babës. Amerika tha me ka pak ma shumë se vendet e tjera. Pranaj që edukata e familjes është ja shkolla a parë, është ja diploma a parë që mërë. Patjetër. Është diploma që të neb nana baba, është mësimi që të neb nana baba. Shumë e vërtet. Pranajna të gjithë shqiptarë, ku do që janë në përbot, jo vetëm troje tona, mund është me ndalu nga rasat tjera, ose nga, si me thonë, shtetet tjera. Edhe ata kanë atë veten, po shqiptarët na mbrojnë me fanatizën, historinë tonë, kulturën tonë, traditën tonë, edhe gjithmonë e kalojmë brez mas brezi. Patjetër. Elisa, çka kishe dashur me dhënë një mesazh një femne të re, një vajzë sepse relativisht je shumë e re, dhe je e kompletume në të tëna drejtimet. Kush është mesazhi që jep një vajzët matri, dhe më thonë një brezit ma të vogël se vedin, sa pun të është dash për me arrit, edhe që mund t'i thush atyne për me ken një ditë në nivelin? Unë në përgjësi më banë shumë të lumëtër për me ngrit gjinin femnore, nuk e di pse, po më flenë shpirt, ku ti shon rrugja dha një kompliment, veç mi anërgjë ditën. Nuk e di pse, po e kam ato. Mesazhi më i fort për mu, për gjinin femnore është edukata numër 1, vajza.
Atëherë vjen martesa, mas edukatës. Kur mos pritni mi u bë dikush lumtur. Lumturia është prej këto. Nëse ti nuk je lumtur, as kërkush nuk ka me dash nëse ti nuk e dan veten. Kështu që gjene veten, shka do se të ban ty e lumtur, jetoje jetën tone, ban gjona të shnetshme, edhe krijoni rutinë tjetës që ty ka me të shërby vite mas andej. Edhe mos mendo që dikush tjetër nuk ka stres, apo je vetëm janë këtë botë që ti je tu kalu. Beso se çdo kush e ka Kërkush se ka vaj. Po, krejt lule nuk është për askand, edhe mos beso, sidomos këto social media, po du me cek specifik. Po. Mos i besoni social media, krejt rrena janë. E vërtet. Edhe shumë vajza janë të bë depresion Depresion se shkojnë të krahasu veten, kur mos e krahaso veten me kërkan. Ti je ajo se je, edhe je special në mënyra qysh je. Duje veten, edhe banu e sinqert me veten, edhe puno kur mos u dorëzo. Edhe ka me të pagu shumë e mirë. Bravo, Elisa, na kena shumë nevojë për artiste si ti, që të na bëjnë këshim mesazhe. Tash ma keni rrit menen shumë. Jo, s'po ta rris menen, por sinqerisht kena nevojë për artista si ju, me dhënë mesazhe rinis, sepse rinia ju shika. Ju ka idols. O, më falë, edhe diçka harrova, më falë se po të ndërprej. Ju lutëm mos bani droga. Bravo. Droga kërkon nuk ka me qu. Bravo. Ki shkon fitness, bërvla, shkon fitness, ha ushqim shnetshëm, krijoni rutinë të shnetshme, që ty ka me të shërby. Droga nuk ka me të një mund, falem se po thëmë. Jo, është ma mirë me thanë, sepse është një mesazh fantastik, sepse shumë njerëz o për një depresion, ose për një hall, ose thjesht karriera fillojnë për lojë, edhe mandej fillon të pëlqejnë edhe i bahen aty, kështu që ma mirë mos e fillohesh sepse mundesh, ai ma mirë më shku në fitness që qohesh në 4 që unë si shaqu, apo që qohesh në 4 gjysmë natës, sepse është mënyra më e shnetshme që mundesh me rrit vedin edhe me largu vedin prej gjanave të panevojshme, sepse në fakt na jena të rrethum me kimikate. Pa tjetër, po. Mos i shto ma helm vedit. Po. Edhe në çdo gjë që marrim, edhe ajri kur është i mushon me kimikate. Mos shkatro vedin për knetësitë e shkurtra. Exactly. Na sinqerisht dojmë me hec ma përpara. Që ato mvarësia që janë negative, ty vetëm gjujnë për mrapa. Kështu që nëse dënë me hec përpara dhe me koni shnetshëm edhe krejt, duhesh ti veten me qitë në rregull. Edhe me shty veten, ki me pas ditën e keqe, ka me dhim trupi, ki qef me flejt, prap qo, repeat, përsërite, prap, edhe dikur edhe trunin e klikon qatë mënyrë. Dë bëhet rutin, bëhet pjesë e ditës tonë. Njështë si s'harron me hangër, si s'harron me pi, në qohesh natë dën kafe. Kam i pyetje për ju dyja tash. E kena qitë pas? Kam i pyetje se unë ju fanove, shpesh të tha, jo diet, jo me hangër. Na jena të forta, në përgjësi jena të forta. E di më shumë forta jeni. Por, du më thonë, pse e keni caktu ditën e hane? Ta na thënë, kam e njës djetën hane. Ja vare. Do të keni bërë shtullin? Ja, po shtullin, dhe më thonë një gjë, edhe ata që majnë djetë, të shtullin prishet djeta, sepse thotë, it's a cheat day, dhe më thonë, you can cheat on weekend. Me fillu ditë javën marë. Bona Levina. Na vesmenojmë pozitiv. Na kena thonë disa herë që na bim këtë të oda, bim individ ndryshme, me profesionet ndryshme, në këtë rast na kena për një artiste, edhe është knatësi për ne, por në të njëjtën kohë, pavarësisht se na shprehim ose mundona me të bëjë biografin e personit që i bin këtu në Oda podcast, por kena qenë me dhënë mesazhe. Po, është shumë e rëndësishme. Mesazhi nëpërmjet njerëzve që vjen këtu, vlen për dëgjuesit. Vlen për fëmijën të mi. Patjetër. Vlen për fëmijët e atij dëgjuesit që na shef. Na migranta duhet me marrë një tjetrin nëpërmjet këngës, nëpërmjet mesazheve, nëpërmjet kulturës, për kraj. Dhe kjo është ajo që bëjmë na te Oda, nëpërmjet jush, dhe ju falenderojmë shumë për shkakun në këtë rast. Edhe na juve. Po, që i dha disa mesazhe shumë të mira, shumë të forta për rinin tonë. Ta thash edhe herë, sepse vajzat për shkakun
kur do me marrë një shembull si do të bëhem unë kur rritem, zgjedhin një këngëtare, zgjedhin një artiste. Është vërtet. Dëgjojnë mesazhin e saj, po. Dhe nëse një artiste ose një këngëtare jep mesazhe negative, do ta infektojë edhe atë vajzën e vogël. Po, patjetër. Pra, na kena shumë nevojë që të kena vajza si Elisa, që të vinë këto ose në për programe tjera, të napin mesazhe pozitive që rinia jon, kudo që jetojnë, në për botë apo në trojë shqiptare, të jetë një rini e shnosht, një rini që kur të rritet, të jetë ashtu si kena qenë me pas. Elisa, kur ardhe në fillim, kishe pak emocione. Aha. Si më jeshtesh që fatkeqësisht minutazhit po I vjen fundi. Si u nive te oda jon. Se kur ardhe, në fakt fjalët e para ishin, o sa mirë, sa bukur, edhe thash, kur vjen këtu te oda, I kina hell dashni gjithmonë, patjetër. Tash nuk e di a nive, ç'a nive. Po më do këtë më keni gjujt ujt bekum, dishka. No, unë s'po du me dohet, që asë mirë punina, sinqerisht. Unë pos podcastis, edhe punës që baj, jam asi far prifti, më bekoj. Pa. Me gjatë, është mos I hin. Na bekoj. Këtë vend, in fact, unë na ka beku Dom Antoni. Oh, that's edhe shumë bukur. Kena të bekum. Patjetër. E njeva vetën shumë mirë, me qenë se edhe Elvisin e njop tash disa vite, edhe është kokë radialit. Në që kena producitin më të mirë në Michigan. Patjetër. Edhe muzikën e krejt e kall venin ka të shkonaj. Edhe tash ty për mes Elvisit, po du edhe ty. Edhe këto ka përkorni. Për hatër të Elvisit, po du. Edhe na bekoj e krejt tash. Jo, sinqerisht u knosa, edhe për me dhonë mesazhe pozitive mu kish dash një emision komplet. Po du vish prap di? Po vi, unë tash vish me frymëzuri Nino në vi prap. Në gjë, jo, ti me frymëzuri Nina ke thonë që kemi na pru se unë se harrej, atë piten që ke premtu vajz, o buken kallamoqe, kështu që... Ajse krejnë kena mi mësu vajzat si me nërës pite, edhe me mpa mu në Instagram nuk ta merë menja që di me si të pite, për ata për ju thamë mos I besoni Instagramin. Se unë me përparë se jam 6 ditë njavë, në 7 ka I herë. Dive në? Gjithë përgatiti, shumë përgatiti, është e vërtet, edhe jam shumë njeri I thjesht edhe pas troj. Kur e më shmiti me vim në jetë, hamë në gjatë mija. Kur doni, njërë se ardhe njeri. Afta pra në I ditë në abën të se nota dirë sa të visha dhe herë shkan gjatë, veç I ditë në afta për mis ditë. Pinky promise. Ok, e shkruvi morë, ku kjo është I bajti. Në përmtime sa të? Po, apeshe se të kalëzën, se unë e kam zemrën e mirë. Morë Miqton, fatkeqësisht. Na kena me vazhdu mrapa, Ne kena me vazhdu prap, por edhe minutazhit për ditën e sotme po I vjen fundi, ishte një super kënaqësi, Elisa Freeman, një vajzë fantastike, shqiptare, bie e Kosovës. Bia jon është bukur kur takojmë miq, vajza, djemtri ta njerëzit, njeni keni kenë më të mirë se tjetrit, edhe na keni falë dashni pa fund, na keni mush zemrën plot, edhe ta një miqton që na shikoni pa fund, na shkruni, na bani komente, na mos harroni gjithmonë me ballaj, edhe follow faqen ton, por ju I bani tana këta edhe na jena super të mushon prej dashnisë që marrim studion, edhe prej dashnisë që marrim prej tan ju që na shikoni ku do në përbot, I kena harrutan ato vende sa vende janë, Marko në fakt e kemi fije kështu të mirë, edhe shkruan, edhe thot, na diftoni prej ku shkruani, edhe kur e shikojmë ata listat e gjata janë fantastike, sinqerisht japin një kënaqësi pa fund. Unë këtë është një 2-3 javë që I bëmë episode, kur e mylli, I bëj thjerrje tanë shqiptarëve, emigranta, sidomos, kudo që janë për botë, se na jena në kohë pushimesh, në emigrantat, edhe I bëj thjerrje që ju lutem shumë të shkojmë të bëjmë pushime në Bregdetin shqiptar, sepse është Bregdeti më I bukur në botë, është vendi më mikpritës në botë, dhe ku jetë njëri më mirë se në shtëpitë vet. Edhe ushqimi më I mirë. Edhe ushqimi më mirë.
Pra, uroj që tanë na emigrantat t'i marrin familjarët tonë dhe shkojmë në Shqipni, në Bregdetin tonë, dhe ta shijojmë pushimet verore. Në njëjtën kohë derisa Allahun me falenderu Elisen për Faleminderit për pranimin që juve. keni ardhur në Oda Podcast, ishte shumë kënaqësi, ishte një bisedë shumë e bukur dhe e Knaqja edhe vetë faleminderit. Përmes dhe uroj sukses në jetën tënde artistike dhe në jetën tënde personale e familjare. Gjithashtu. Dhe shpresoj që në të ardhmen të kena prap kontakt, pse jo të Oda Podcast. Patjetër. Për të ardhmen kam ashtu se kollon Pinky Promise. Nuk shkan. Shumë Pinky Promise kam thonë. Po ja kellon manjols jam unë. Manjola si Marko tani në Oda Podcast. Mundësish në animoni sholla. Po, unë një maj. Ju them. Më me hangar. Se na po Ka hangar ku ke kalamoshe. I need jo kena me qit me pastru. Me lahen. Patjetër. Pra me që tanë, shifemi së shpejti ku do që jeni, natën e mirë, mirupafshim, ditën e mirë. Mirupafshim. Natën.